Kërkesa për ta shquartur kandidat konsensual për president është edhe një taktik e cila përkohësisht mund të votojë opinionin, por në periudhë afatgjate mund t'ju sjellë dëme të mëdha partisë, duke frikësuar nga zgjedhjet e fundit në të cilat PDSH kishte rritje të votave, kurse BDI, e cila në vitet e kaluara dinte të paktën publikisht të deklarohej si parti qytetare, tani radikalizohet duke përdorur tokmak metoda. Kjo nuk është për të habitur kur bëhet fjalë për Partitë Maqedonas, duke u frikësuar nga zgjedhjet e fundit në të cilat PDSH kishte rritje të votave, kurse BDI, e cila në vitet e kaluara dinte të paktën publikisht të deklarohej si parti qytetare, tani radikalizohet duke përdorur tokam metoda. Kjo nuk është për të habitur kur bëhet fjalë për Partitë Maqedonase. Ajo çfarë të bën të habitesh janë veprimet e fundit të BDI-s, e cila aq shumë angazhohej deri në vitin 2008, kur ajo ishte në opozitë dhe PDSH ishte në koalicion me VMRO-DPMN, shkruan Republika. Ish veteran të luftës së UÇK-s janë duke bërë gati një fushat për sensibilizimin ndërkombëtar rreth statusit të pazgjidhur të tyre. Së shpejti ata pritet që të drejtojnë kërkesat e tyre në adresë të institucioneve të vendit dhe atyre ndërkombëtare. Përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare Besim Hoda ka thënë për Zhurnal se në një të ardhme shumë të aftë po përgatiten që këtij problemi t'i qasemi në një mënyrë shumë serioze. Kjo do të bëhet duke kërkuar drejt për drejt llogari jo vetëm nga faktori politik shqiptar, por edhe nga të gjitha instancat ndërkombëtare që kanë qenë garantues të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrid. Kjo do të bëhet me anë të letrave dhe me disa rrugë të tjerë, të cilat shumë shpejt do të bëhen të ditura. Do të ketë fushata sensibilizuese për zgjidhjen e detyrueshme të këtij problemi, ka thënë Hoda. Përmendoret e Cardushanit, Amnita i Treti dhe Perdika janë të parët me zjetrave përmendoreve tjerë për të cilat komisioni që e formoi kryetari i Komunës Qendër Andrej Zhirnovski ka ardhur në përfundim se janë të vendosura ilegalisht pa pëlqimin e komunës. Përmendoret të vendosura në Urën Syri shkaktuan një sër reaksionesh në publik, posaçërisht me Cardushanin. Sot Komuna Qendër do të del me më shumë detale për gjendjen momentale me përmendoret në Urë. Sot është dita e 4 e bojkotit të mësimit nga ana e nxënësve shqiptar të shkollës së mesme profesionale Maria Curie Sklodowska. Prindërit dhe nxënësit po çndrojnë stoikisht në kërkesat e tyre për të mos u kthyer në barkan shkollore nëse nuk plotësojnë kërkesat e tyre. Protestën e kemi vazhduar edhe ditën e sotme. Drejtori i shkollës na ka informuar se lidhur me kërkesat tona ka thirrur këshillin e shkollës, ku ditën e nesërme në ora 3 do të diskutojnë lidhur me kërkesat tona. Por ne nuk jemi shumë optimistë se ai do t'ju përgjigjet pozitivisht këtyre kërkesave, deklaroi AZ, prindër i një nxënësi. Drejtori i kësaj shkolle Pavle Pavlov konfirmoi se të nesërmen do të bisedohet rreth kërkesave të prindërve, por nga biseda u vërejt se nuk ka gatishmëri për t'i pranuar kërkesat e prindërve. Të nesërmen këshilli i shkollës do të diskuton për kërkesat e prindërve. Çështja e profesorit Ardan është zgjidhur, për shkak se kandidati që ishte paraqitur është tërhequr dhe tani ai është kandidati vetëm për plotësimin e atij vendi. Ndërsa për ligjeruesen e gjuhës maqedonase në konkurs është paraqitur një kandidate e cila i plotëson gjitha kushtet ligjore për të ligjeruar, deklaroi drejtori Pavle Pavlov.